Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka akuzuar Serbinë për ndërhyrje në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Kemi identifikuar 7 instanca apo aktor shtetëror e jo shtetëror të Serbisë. I pari është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i dyti është kryeterroristi Milan Radojičić, pastaj është drejtori të ashtu quajturës serbe për Kosovë Petar Petković, Agjencia e Inteligjencës së Serbisë BIA. Kurti i ka shpjeguar metodat kryesore që sipas tij janë përdorur për ndërhyrje në zgjedhje. Joshja financiare, përmes përfitimit të mbështetjes financiare prej 20.000 dinarësh ose rreth 170 euro, shantazhi e presioni për të mos mbështetur në asnjë formë subjektet e tjera përveç listës serbe. Transporti i organizuar i votuesve nga Serbia në Kosovë. Sipas shefit të qeverisë së Kosovës, qytetarët janë kërcënuar me pasoja nëse nuk votojnë listën serbe. Sipas urdhrit, këta të ashtu quajtur votues të sigurt janë kërcënuar se nëse nuk do ta votojnë listën serbe, do të kenë pasoja. Pjesëtar të strukturave ilegale serbe janë kërcënuar nga Milan Radojičići përmes Ivan Zaporozac, kryetarit të komunës ilegale të Mitrovicës, që të raportojnë të gjithë ata persona që refuzojnë ta votojnë listën serbe, të nënshkruhen në listat e të ashtu quajturve votave të sigurta, apo që të deklarohen se do t'i bojkotojnë zgjedhjet. Megjithatë, Albin Kurti tha se përkundër kësaj skeme të Serbisë, rreth 20% e votuesve serb kanë zgjedhur të mbështesin parti të tjera përveç listës serbe, duke cilësuar një hap të rëndësishëm drejt pluralizmit politik të komunitetit serb në Kosovë.